Të rinë demokrat u rikthyen në qytetin Studenti aty ku 26 vite më parë bashkëmoshatarët e tyre i dhanë fund të regjimit komunist. 26 vite më parë ky shesh kumbonte me thirrjet liri, demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Edhe sot ka një blok, ndonë se nuk jetojnë të gjithë në një vend, po janë një grush njerëzish, një kast, një moçal, një kënet, jo thjesht me bretkosa, po me krokodil të korrupsionit dhe të krimit. 26 vite më pas, Lulzim Basha thotë se thirrja e rinisë mbetet e njëjtë. Sot thirrja për liri është në fakt apeli ndaj rinisë për të ngritur përsëri, për të refuzuar kast, për të refuzuar pushtetin e pakufizuar, për të refuzuar korrupsionin, për të refuzuar krimin dhe për të përqafuar vlerat europiane. Dallimi me kundërshtarin politik për Kreun Demokrat është i dukshëm. 35% e kandidatëve për grupin e arshëm parlamentar të Partisë Demokratike do të vinë nga ju. I sapo kthyer nga Brukseli dhe Berlini, të rinjve demokrati tha se në betejën e tyre nuk janë vetëm. Po të djenë të gjithë miq dhe aleatët tanë, se presin nga demokratët, se presin nga rinia shqiptare, jo thjesht një hap më shumë, po një ndryshim rrënjësor për t'i kthyer qeverisjen qytetarëve, për t'i kthyer Shqipërisë shpresën dhe besimin se do t'jetë si gjithë Europa, me liri, me demokraci, me përparim, me zhvillim dhe me punësim. Një replik në distancë Lulzim Basha e pati me Edi Ramën, i cili teksa të rinj demokrat protestonin, publikonte në rrjetet sociale e raportet ndërkombëtare, të cilat vlerësonin rezultatet e Shqipërisë në arsim. Edi Rama, i cili ndiqte bashkëbisedimin e kundërshtarit politik nga ekrani, nuk kurseu as përgjigjen dhe as ironin. Dhe njësoj si para 26 vitesh, kur udhëheqësi komunist krenoi se jemi populli më i mirë ushqyer në botë, ndërkohë që shqiptarët nuk merrnin dot as vlerat elementare ushqimore të një ekonomie të raskapitur, edhe sot kryeministri na kujtoi ndërkohë që ishit protest të lexoni raporte. Populli nuk jeton duke lexuar raporte, rinia nuk arsimohet duke lexuar raporte, aq më pak raporte të porositura të paguara për ta bërë të zezën të bardhë. E zeza e bardhë nuk bëhet kurrë me propagandë, nuk bëhet kurrë me mashtrim. Si pas Lulit edhe PISA 2015 ka përkthyer gabim rezultatet e Shqipërisë në arsim, e kam paguar. Dikush do t'i thot Lulit që paraja nuk është gjithçka. Por për Lulzim Bashën, i vetmi vlerësim që duhet marrë për bazë është mendimi i maturantëve, të cilët mbeten jashtë dyerve të universiteteve, ndaj zotimi që ka për ta është bërja e ligjit të arsimit të lartë, kur demokratët të rikthehen në pushtet.